në mënyrë maknice për ecurinë e jashtëzakonshme të mbretërive arabe, perspektiva e tij është si Maduro, ashtu siç i tha sekretari i shtetit që merr një vil në Katar edhe jepi liri popullit tënd që të veprojë në mënyrë të lirshëm, i pa presion, pa shtypje dhe të vazhdojë të jetojë i lirë. Edhe Rama është drejt kësaj rruge, po për të arritur deri këtu, dihet që është një regjim tashmë i pasuruar, një regjim që vazhdon të blej influencë, që përpiqet në gjitha mënyrat të kapi element të kompromentuar edhe në botën burokratike të jashtme për të shpëtuar sa më shumë lëkurën e tij. Prandaj